Paça me ju o vëllezër dhe motra. Sot kemi një fjalë shumë të bukur që na tregon se Zoti me të vërtet kënaqet duke na dashur. Thot profeta Mikea në leximin e parë. Cili hyi është porositi që shlyhen fajin, që fal mëkatin, të pritës se trashëgimit tënd, që hidherimin se s'ban për gjithmonë, pse kënaqet kur mund të përdallej. Zoti kënaqet duke treguar dashurinë e vet. Edhe ai ka dëshirë me mbyt mëkatet tona. Profeta Mikea në leximin e parë na tregon që Zoti ka dëshirë me bë diçka si ka bë me popullin e Izraelit që ka kaluar etin e kuq dhe Zoti ka fundosur në 8 armiq të Izraelit që janë imazhi i mëkatit. Armiku jon, që është djalli, që është mëkati, që bën që ne të mos të jena me të vërtet të lumtur, është armiku i Zotit. Edhe Zoti ka me shkatërru armiqtë e vet. Armiqtë e tu janë armiqtë e Zotit. Edhe thot profeta Mikea që do t'i flak Zoti në fund të detit të gjitha mëkatet tona. Edhe ne jena tu ecë në këtë kohë të kreshmeve me këtë shpresë, si shpresa që ka pas djali i humbur kur kanë babin e vet. Ai ka kërkuar atit e vet, ma jep pjesën e pasurisë që më takon mua. Trashëgimin vetën kërkohet kur babi është i vdekur, djali i humbur ka vrarë atin e vet në zemrën e vet, si puna jon shumë herë. Kur dëshirojmë me baj jetën tonë sipas ideve tona. Mirë, Zoti që na don pamas, qëndron duke na pritur, si ka pritur djalin e humbur. E kur e gjen fëmin e vet, që kthehet tek ai, ati nuk e bën një fjali moralizmi, nuk e qërton, jo, por babi bën fest, gezohet, sepse gezohet duke na dashur, gezohet kur ti edhe unë jemi të gjallë, kur ti edhe unë jemi mirë, kur ti edhe unë kthehemi. Për lëvdu Krishti.